Aty është shkruar një listë me pajisje medicinale, të cilat, sipas punëtorëve, mungonin në spitalin e Pejës, e cila është shkruar me dorë, e cila nuk ka një logo të institucionit të shkojnë në një banatore specifike. Shikues të nderuar, në kallzo.com po pranojmë në vazhdimsi shqetësime, të cilat ngrisin dyshime se paaftësia e shtetit për të siguruar pajisje për sallat e operacioneve kirurgjike krijon mundësi së pari për favorizime dhe së dyti për rritje të çmimeve. Sot do të rrugtojmë për në Pejë, për të gjërmuar një denoncim shumë serioz të një familje në nevojë. Një i moshuar nga kjo zonë ishte paraport të futej në operacion në spitalin e Pejës. Operacioni kirurgjik ishte paraport të ishte një ndërhyrje në prostatën e të moshuarit. Të gjitha kontrollet para operacionit ishin në rregull dhe familja nuk ishte paralajmëruar deri pak minuta para operacionit se duhej të bënte një investim bukur serioz për të siguruar mbarvajtjen e operacionit. Kur të gjitha kontrollat ishin përfunduar dhe pacienti ishte afër për të futur në sallën e operimit, familja mori një mesazh të shkruar në letër. Aty ishte shkruar një listë me pajisje medicinale, të cilat, sipas punëtorëve, mungonin në spitalin e Pejës. Letra, e cila është shkruar me dorë e cila nuk ka një logo të institucionit, i rekomandon familjes, pra edhe pacientit, që disa minuta para operacionit të prostatës, një prej operacioneve të rëndësishme në fushën e urologjisë, të shkojnë në një banatore specifike dhe të blejnë disa ilaçe të cilat, para se të përcaktojë ekipi e operimit, nuk ishte konstatuar se nuk ekzistojnë në spitalin e Pejës. Pra shikues të nderuar, në situatën të cilën jemi duke e trajtuar, spitali ishte gati, ishte caktuar doktori që do të kryente intervenimin, ishte caktuar anesteziologu, ishin caktuar stafi infermierëve, ishte caktuar stafi teknik, madje edhe salla e operacionit. Të gjitha këto ishin caktuar paraprakisht, pa i dhënë familjes një lajm. Spitali nuk e kishte një furnizim esencial, pa të cilin nuk mund të kryej operacioni. Sipas asaj që shkruhet në historikun e pacientit, ndërhyrja nuk mund të ndodhte pa i pasur në sallën e operacionit disa pajisje mjekësore, të cilat janë të domosdoshme për këtë operacion. Këto pajisje janë elektroda dhe pajisje mjekësore, pa të cilat operacioni nuk mund të zhvillohej. Në interpretimet që kemi marrë, të pakte njëra nga këto materiale përdoret për ndërprerjen e gjakderdhjes gjatë dhe pas operacionit. Pra, të jemi të qartë, një operacion i tërë në trupin e njeriut në spitalin e Pejës ishte planifikuar pa pasur një furnizim produkte që dalon gjakderdhjen. Të jemi edhe më të qartë, shikues të nderuar, edhe përkundër kërkesave, ekipi ynë nuk ka mri që duke përdor rrugët zyrtare të konfirmoj nëse produkti ndodhej në stoqe apo është pjesë e produkteve që do duhet të ishte në sallat e operacionit. Por, çka mund të faktojmë është një histori shumë shqetësuese për pacientët. Ata udhëzohen që këto produkte të i blejnë në një banatore specifike në zonën e Pejës.